punën tonë të përbashkët që kemi bërë me kompaninë TikTok, kemi thjesht një shkallë jo të mirë të edukimit. Në Kosovë është diskutuar disa herë a është zgjidhje ndërprerja e rrjeteve sociale dhe në debatin publik është konstatuar që më mirë është me shku ka edukimi dhe vendosja e një kontrolli. Çka është bërë deri tash në këtë drejtim? Sigurisht, ne pjesë të punës tonë, fushë veprimtarisë tonë kemi ndërgjegjësimin. Domethënë prej momentit kur i kemi pas diku në fillim të vitit 2022, kur kemi pas takimet e para me përfaqësuesit e TikTokut, kur është ngritur si çështje pastaj edhe në Kuvendin e Kosovës, neve që kemi kontaktuar, ka disa deklarata publike që kemi dhënë në atë punën tonë të përbashkët që kemi bërë me kompaninë TikTok, që janë të vendosur në Evropë faktikisht si përfaqësues të TikTokut, edhe kemi arritur që t'i përkthejmë politikat e privatësisë në gjuhën shqipe, kemi arritur që ta ngrisim moshën nga 13 deri në 16 vjeç, edhe përdorimi i cookies tash bëhet, domethënë në mënyrën e duhur tamam si kërkohet edhe me ligjin tonë edhe me rregullativën evropiane. Mirë po, se sa janë qytetarë të ndërgjegjësuar në përdorimin e TikTokut, unë mund të them që jo vetëm në këtë, po edhe në përgjithësi mbrojtjen e danave personale, ka dhe na duhet punë e përbashkët, qoftë e jona si institucion, e mediave, apo edhe e shoqërisë civile, që bëjmë dhe të organizojmë sa më shumë debate, të ngrisim sa më shumë çështjen e mbrojtjes së të dhanave dhe rrezikun që secilin herë po rritet dhe po kanoset në raport me këtë zhvillimin e hapshëm teknologjik dhe përdorimin e inteligjencës artificiale. Prandaj e kemi thjesht një shkallë jo të mirë të edukimit dhe kjo është e vetmja zgjidhje konsideroj dhe këtë duhet të punojmë të gjithë së bashku.